Po flasim për adoleshent që nga akumulime Shustë të kuptojnë. Jo, Marcel, një sekundë, se po e devijoni komplet temën tani ku të doni ju. Po flasim për ata që japin shenja ekstreme. Se të gjithë adoleshentët kanë probleme. Nuk ka njëri që ka në shtëpi një adoleshent dhe nuk ka probleme. Nuk kam dëgjuar akoma një prind. Tani ne po flasim, të lutem, pyetja është e tillë. Po flasim për ata adoleshentë që marrin veprime ekstreme. Cilat janë shenjat që ata japin? Jam një përgjigje kësaj pyetje. Cilat janë shenjat që ata japin? Nuk asnjë lloj shenje, more, nuk kanë shenja. Ore, shikoni. Si më nuk pas kanë shenja tani? Po nuk ka shenja. Si më mund të vrasi veten tani dikush edhe si jep ka shenja tani? Po më lër më ta shpjegoj. Varet sa jafti profesionisht për ta kuptuar, Ornel. E para, më falni një moment, por nuk ka aftësi morge smundjet mendore, ke problemat. Si ka aftësi më? Po mirë, dakord, atëre, shiko. Pas ka tani një ekspert i shëndetit mendor, nuk arrin dot të identifikojë një njerëz se ka probleme të shëndetit mendor. Kur flasim për elementet adoleshenciale, shprehit emocionale, emotive, janë të pakalkulueshme. Adoleshenti mund të vi përpara jush dhe të buzëqeshi, del dhe vret veten. Nuk të buzëqesh fare, del dhe vret tjetrin. Vjen dhe të vret dhe ty. Një moment. Mund ti trajtosh si killera. Po çfarë Një njeri pa vëshenja. Një lloj si grua ku është menopauzë. Ti po trajtosh si vrasë gjaftote, kupton? Jem rregull. Absolutisht jo, nuk jam dakord. Nuk kanë, po më lini mos po më lini të mbaroj mendimin. Po lëni më të mbaroj tani. Po nuk është normalizim, po ta më lini që ta çojë. Mos u traumatizoni fare. Kjo është pjesa. Kjo nuk qëndron një herë, ti vazhdo. Po lere ta thonë, llogaritet kesh adoleshent përpara çaj boti. Unë adoleshent merrem që kështu e di shumë mirë. Po më ju merrni. Nuk arrin dot një ekspert i shëndetit mendor të identifikojë një adoleshent nëse ka probleme të shëndetit mendor. Po një ekspert i shëndetit me që po i futemi ekspertit mendor. Një ekspert i shëndetit mendor përpara se të kategorizojë problemat psiqike nëse ka, apo psikologjike nëse ka, zonjë duhen muaj, nuk duhen ditë. Tash këtu po flasim që fëmit e fundit në Shkodër, vajtën në Shkodër dhe u therën me njëri tjetrin. Pa po flasim për momentin dhe janë të dy të shëndetshëm ndërisht. Atëherë adoleshenti. Nuk po flasim që çdo adoleshent. Lutem pra pyetja kjo është. Flasim për shenjat që jep. Cilat janë shenjat që jep? Shenja fiktive dhe reale nuk ka. Nuk ka prind në botë dhe nuk ka për të patur psikiatër në botë që të shofi adoleshentit dhe tot... Pse nuk e kupton prindi, unë e kuptoj me sy gocën time kur është e mërzitur. Qa du me thënë kjo tani? Se po na heqë rolin si prindur komplet me këtë gjë. Po lese ti e dhunçme bo, se e marrë veshën ti dhe o do bështu si themu nuk ka. Jo asnjëherë, mua jo ma kam bledh 8 me 2 si ma kam bledh, ajo s'ma kam bledh burë botë.